Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Thellohu. Ne të gjithë duhet të jemi të vetëdijshëm se janë dy sekrete që duhet të dimë kur flasim për vështirësitë dhe lehtësimet. E para, kur s'mund të durojë vështirësinë, njeriu humbet shpresën tek të tjerët dhe përpasoj zemra e tij varet vetëm tek Allahu. E dyta, sa herë që besimtari vërtet ndjen se lehtësimi po i vonon dhe se lutjeve nuk po u përgjigjet, objekti i fajsimit të tij bëhet vetja e vet. Ai i thot vetes: ndodhem në këtë situatë vetëm për shkakun tënd. Sikur të vleje ndopak, lutjet e tua do të ishin plotësuar. Një vetëqortim i tillë është më i dashur tek Allahu se shumë vepra të mira. Kur një rob i Allahut kalon këtë proces, ai përulet para Zotit dhe pranon të metat e rrëfen se ai e meriton fatkeqësinë që i ka rënë, si dhe se ai nuk meriton t'i plotësohen lutjet. Atëherë, përgjigja ndaj lutjeve të tija vjen shpejt dhe reja e zezë mbi të largohet. Ibrahim ibn Edhemi ka thënë: sikur mbretërit ta dinin cilësinë e jetës sonë, do të na luftonin me shpata. O njerëz, çlirohuni nga shqetësimi dhe frika. Më tepër se 30 kapituj të librit El Feregju Bade e Shideh merren me çështjen e lehtësimit dhe çlirimit pas vështirësisë. Ky libër thekson se sa më fort të zhytemi në vështirësi, aq më shumë i afrohemi lehtësimit dhe çlirimit. Libri përmban më shumë se 200 ngjarje të cilat sillen rreth kësaj teme. Cilado qoftë vështirësia, është vetëm çështje kohe para se të arrijnë ditët më të mira. Et Tanuki ka thënë: qetëso, sepse shumë të tjerë përpara teje kanë shkelur në këtë rrugë. Ndaj kjo është një ngjarje që përsëritet. Allahu fuqiplot thot: padyshim, ne do t'ju sprovojmë me ndonjë frikë, uri, humbje nga pasuria, jeta dhe frutat. Ne vërtet i sprovuam ata që ishin para tyre. Është vërtet e drejtë që në këtë etapë të sprovimit ne duhet të adhurojmë Allahun në kohra të këqija, ashtu siç duhet të adhurojmë në kohra të mira. Allahu i ndryshon gjendjet tona siç bën me natën dhe ditën. Ç'ne zëmrimi, mosbindja dhe ankimi? Sikur t'i kishim urdhëruar ata: mbyteni veten apo dilni prej dheut tuaj, shumë pak prej tyre do ta zbatonin atë. Sadakaja mbron nga hallet e jetës. Ebu Bekri ka thënë me të drejtë: veprat e bamirësisë mbrojnë nga hallet e jetës. Ky pohim dëshmohet nga shpallja dhe mendja. Sikur ai të mos ishte prej atyre që e përmendin shumë Zotin, ai do të mbetej në barkun e tij, peshkut, deri në ditën e ringjalljes. Zonja e madhe dhe gruaja e pejgamberit, Hatixha, i tha atij: jo, për Allah, Zoti nuk do të të barkëtis kurrë. Vërtet ti je i mirë ndaj të afërmve, mbart barën e të tjerëve, u jep të varfërve dhe i ndihmon njerëzit që kalojnë në përvështirësi. Shihni se si ajo e kuptoi se veprat e mira shpihen me do e mos në rezultate të mira, se fundi nga dhënjës pason fillimin fisnik. Sababiu në El Vuzara, Ibn El Gjeuzi në El Muntadhim dhe Et Tenuhi në El Feregju Bade e Shideh transmetojnë ngjarje të mposhme. Ministri Abasid ibn El Furati e lëndonte shpesh Ebu Gjafer ibn Bistamiun. Ky vuante shumë nga kjo. Kur Ebu Gjaferi ishte fëmijë, e ëma i vendoste një copë bukë në një stëk. Ditën e nesërme ajo ja jepte ndonjë nevojtari në emër të tij. Kohë më vonë, Ebu Gjaferi shkoi tek Ibn El Furati për një punë. Ibn El Furati i tha menjëherë: a ka ndonjë çështje midis teje dhe nënës tënde lidhur me bukën? Ai u përgjegj: jo.
Më thuaj të vërtetën, këmbguli Ibn el Furati. Disi i turpëruar, Ebu Gjaferi e tregoi historinë e Samës, duke u tallur me të dhe me gratë në përgjithësi. Ibn el Furati i tha: "Mos fol ashtu, sepse mbrëm para se të flija, sajova një plan që po t'ishte realizuar, do të kishte shkatëruar. Kurash për të fjetur pash një vegim. Ishte sikur duart e mia ishin ngritur me një shpatë të zhveshur dhe u vërsula të të vras. Nëna jote më ndaloi dhe në dorën e saj ishte një copë bukë që ajo përdorte si mburoj të mbronte prej meje. Por pasoj nuk mundët të arrijë. Pastaj u zgjoh. Ebu Gjaferi e qortoi për mërinë që kishte lindur midis tyre pak e nga pak, dhe ky incident i hapi rrugën pajtimit midis tyre. Ibn el Furati e ndihmoi bujarisht Ebu Gjaferin në punët e tija dhe shpejt ata u bën shok të ngushtë. Ibn el Furati paska thënë pas kësaj ngjarjeje: "Por Allah nuk do të shohësh të keqe prej meje pas kësaj dite." Çlodhja dhe ripërtëritja. Dy tiparet të dukshme të sheriatit janë elasticiteti dhe thjeshtësia. Këto dy cilësi e ndihmojnë muslimanin në adhurimin dhe veprat e tij. Dhe ai bën për të qeshur, e ai bën për të qarë. I dërguari i Allahut qeshte dhe bënte shaka, mirë po fliste vetëm të vërtetë. Ai e ndaloi haptas ngurtësinë, egërsinë dhe sjelljen artificiale. Ai na informoi se ai që e bën fen tepër të shtrënguar dhe të ashpër, do të mundet prej saj. Në një hadith tjetër, na thuhet se feja është e fortë dhe se ne duhet të hyjmë në të me butësi. Gjithashtu na thuhet se çdo besimtar ka një nivel gjallërie dhe se i tej ashpri do të dështojë, sepse ai sheh vetëm rrethanat e tanishme dhe është i verbër ndaj situatave të ndryshme në të cilat mund ta gjejë veten. Ai e haron kohën që ka para dhe mërzin që shkakton ngurtësia në fe. Më i urtë është ai që ka një pakicë veprash të cilat i kryen vazhdimisht, cilat do qofshin rrethanat. Nëse ndodh që të jetë më entuziast në një rëndit, ai bën më tepër, por nëse dobësohet, ai të paktën kryen ato vepra që i ka shprehi. Ndoshta ky është kuptimi i thënies që citohet nga disa sahabë: "Shpirti nga njëherë çelet e nga njëherë tërhiqet. Shfrytëzo çastet kur ai çelet dhe lëri ato kur ai tërhiqet." Kam parë shumë njerëz që synonin të mirën duke falur një sasi të pazakontë nafilesh e madje duke shkuar në skaj. Mirë po në fund, ata u kthyen në një gjendje më të dobët se ajo në të cilën ndodheshin para shpërthimit të entuziazmit që përjetuan. Ajo që shumë njerëz mos përfillin, është fakti se feja ka ardhur para së gjithash për të sjellur lulëzim dhe lumturi për njerëzit. Ne nuk ta shpallëm Kuranin për të munduar, o Muhammed. Allahu i qortoi ata që e mbingarkuan veten duke bërë më shumë se ç'ishin në gjendje, dhe të cilët si pasojë të rreqjes nga bota reale, përfunduan duke devijuar nga zotimet e tyre paraprake. Kurani fisnik na njofton: "Por murgërin që ata e shpikën, nuk u urdhëruam ne atyre, edhe pse kishin për qëllim që me të të arrinin kënaqësinë e Allahut, por ata nuk ju përmbajtën asaj siç duhet përmbajtur." Islami dallon nga fetë e tjera duke qenë i matur, i lehtë për të ndjekur, duke u kujdesur për trupin dhe shpirtin, duke u preokupuar për këtë jetë dhe për jetësinë, me anë të parimeve që janë të lindura dhe të natyrshme të njeriu, siç e formulon Kurani. Kjo është feja e drejtë. Sahabiu Ebu Said el-Hudri transmeton hadithin e mëposhtëm: "Një beduin erdhi tek i dërguari i Allahut dhe pyeti: O i dërguari i Allahut, cili prej njerëzve është më i miri?" Ai u përgjigj:
besimtari që përpiqet me veten dhe pasurinë e tij në rrugën e Allahut. Pastaj njeriu që veçohet në lugin për të adhuruar Zotin e tij. Në një transmetim tjetër ka thënë: ai që e ka frikë Allahun dhe prej të cilit njerëzit nuk kanë dëm. Ebu Saidi gjithashtu transmeton prej pejgamberit: është e afërt koha kur pasuria më e çmueshme e muslimanit do të jetë dhia me të cilën ai ndjek kullotat nëpër male dhe pellgjet me shi. Ai ikën nga sprovat bashkë me fenë e tij. Kalifi Umer ka thënë: merrni pjesën e veçimit për adhurimin që ju takon. Sufiu i madh El Gjuneid El Bagdadi ka thënë: durimi i veçimit është më i lehtë se durimi i dëshirave dhe lajkave që përfshihen në përzierjen me njerëzit. El Hatabiu ka thënë: nëse veçim do të thotë siguri ndaj thashethemeve dhe largim nga shikimi i së keqes që ndodhet përtej mundësisë tënde për të ndryshuar, atëherë do të ishte diçka që sjell dobi të mëdha. Thënia e fundit i ngjan në kuptim hadithit që gjendet tek Hakimi në El Mustedrek, i transmetuar nga shoku i pejgamberit Ebu Dheri: veçimi është më i mirë se qëndrimi me njerëz të këqij. El Hatabiu ka shpjeguar në librin e tij mbi veçimin se, në fen ton, kuptimi i veçimit, por edhe i shoqërimit, varet nga situata në të cilën gjendesh. Nga tekstet e shpallura, jemi të inkurajuar të përzihemi dhe të mblidhemi me të tjerët për qëllime të caktuara. Ndjekjen e dietarëve dhe tubimin me bashkësinë e besimtarëve për çështje fetare. Sa për mbledhje të tjera, atëherë personi që është në gjendje ta ruajë fenë e vet dhe ta fitojë bukën e vet, e ka më mirë të minimizojë përzierjen me të tjerët. Megjithatë, ai duhet të përmbush detyrimet e tija, si namazin në bashkësi, kthimin e përshëndetjes, vizitën e të sëmurëve, faljen e xhenazeve dhe kështu me radhë. Para ajo që kërkohet është braktisja e kontakteve të tepërta sociale, nga se ato shkaktojnë humbje kohe dhe neglizhim të çështjeve më të rëndësishme. Përzierja me të tjerët i ngjan nevojës së trupit për ushqim dhe pije. Në të dyja rastet, ai duhet ta kufizojë sasinë e tyre aq sa nevojitet. Kjo është më e pastër për trupin dhe zemrën, dhe Allahu e di më mirë. Në punimin e tij mbi veçimin, El Kusheiri tha se ai që kërkon izolim duhet ta ndjejë se po e bën këtë për t'i mbrojtur njerëzit nga e keqja e tij dhe jo e anasjellta. Kjo sepse e para ushqen një opinion të matur për veten, dhe kjo është cilësia e modestisë. Kurse mendimi i kundërt do të thotë se njeriu vlerëson veten si të epërm ndaj të tjerëve, dhe kjo është cilësia e arrogancës. Në këtë çështje, njerëzit mund të klasifikohen në dy grupe. Dy prej tyre janë në skaje të kundërta, ndërsa i treti është në qendër. Grupi i parë e izolon veten nga njerëzit deri aty sa të mos ndjek xhumat, faljet në xhamat dhe tubimet që përhapin mirësi. Ata padyshim gabojnë. Grupi i dytë është i shoqërueshëm deri aty sa të marrë pjesë edhe në grumbullime të liga dhe të kota, ku mbizotrojnë e pavërteta, thashethemet dhe tretja e kohës, dhe ata e kanë gabim. Grupi i mesëm shoqërohet me të tjerët në ato çështje adhurimi që duhen kryer në xhamat. Ata marrin pjesë me të tjerët në shpërndarjen e së drejtës, fitimin e shpërblimeve dhe në përgjithësi në kënaqjen e Allahut. Ata i shmangin ato tubime ku është e keqja, gënjeshtra dhe teprimi. Kështu ju bëm një popull të drejtë, të mesëm.